Data 6 maj. Numrat. Kapitulli 14. Atëherë tërë asambleja ngriti zërin dhe filloi të bërtas. Dhe atë natë populli qau. Dhe të gjithë bijtë e Izraelit murmurisnin kundër Mojsiut dhe kundër Aronit, dhe tërë asambleja u tha atyre: sikur të kishim vdekur në vendin e Egjiptit ose të kishim vdekur në këtë shkretetir. Pse Zoti na çon në këtë vend që të bijem nga goditja e shpatave? Gratë dhe fëmijët tanë do të bëhen prej armikut. A nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt? Dhe i tha njëri tjetrit: të zgjedhim një kryetar dhe të kthehemi në Egjipt. Atëherë Mojsiu dhe Aroni ranë përmbys përpara tërë asamblesë së mbledhur të bijve të Izraelit. Jozueu biri i Nunit dhe Kalebi biri i Jenufehut, që ishin ndër ata që kishin vëzhguar vendin, grisën rrobat e tyre dhe i folën kështu asamblesë së bijve të Izraelit: vendi që kemi përshkruar për ta vëzhguar është një vend i mirë, shumë i mirë. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve, një vend ku rrjedh shumësh dhe mjalt. Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit dhe mos kini frikë nga populli i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë. Mbrojtja e tyre është larguar nga ata dhe Zoti është me ne. Mos kini frikë nga ata. Atëherë tërë asambleja foli për t'i vrarë me gur, por lavdia e Zotit ju shfaq në çadrën e mbledhjes të tërë bijve të Izraelit. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: deri kur do të më përçmoj ky popull? Deri kur do të refuzojnë të besojnë pas gjithë atyre mrekullive që kam bërë në mes të tyre? Unë do ta godas me mortaj dhe do ta shkatroj, por do të bëj prej teje një kom më të madh dhe më të fuqishëm se ai. Mojsiu i tha Zotit: por do ta dëgjojnë egjiptasit, nga mesi të cilëve e ke ngritur këtë popull për fuqinë tënde, dhe do t'ua bëjnë të ditur banorëve të këtij vendi. Ata kanë dëgjuar që ti o Zot je në mes të këtij populli, i shfaqesh atij sy për sy, që reja jote qëndron mbi ta dhe që ecën para tyre ditën në një kolon re edhe natën në një kolon të zjarrt. Tani nëse e bën këtë popull të vdes si një njeri të vetëm, kombet që kanë dëgjuar namin tënd do të flasin duke thënë: meqense Zoti nuk ka qenë i aftë ta fusë këtë popull në vendin që ishte betuar t'i jepte, e vrau në shkretetir. Por tani të lutem, le të shfaqet fuqia e Zotit tim në madhështinë e saj, ashtu si foli duke thënë: Zoti është i ngadalt në zemrim dhe i madh në mëshirë, ai fal padrejtësinë dhe mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar fajtorin, duke dënuar pa udhësinë e etërve të bijt deri në brezjen e tretë ose të katërt. Fale pa udhësinë e këtij populli me madhështinë e mëshirës sate, ashtu siç e ke falur këtë popull nga Egjipti deri këtu. Atëherë Zoti tha: unë fal, ashtu si kërkove ti, por ashtu siç është e vërtetë që unë jetoj, e gjithë toka do të jetë plot me lavdinë e Zotit. Dhe tërë këta njerëz që kanë parë lavdinë time dhe mrekullitë që kanë bërë në Egjipte në shkretetir dhe më kanë tunduar 10 herë dhe nuk kanë dëgjuar zërin tim, me siguri nuk kanë për ta parë vendin që u betova t'ua jap etërve të tyre. Askush nga ata që më kanë përçmuar nuk ka për ta parë. Por shërbëtorin tim Kaleb, duke qenë se veproi i shtyr nga një frym tjetër e më kanë ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar, dhe pasardhësit e tij do ta zotërojnë. Amalekitët dhe Kananejt banojnë në Lugin. Nesër ktheuni prapa dhe nisuni drejt shkretetirës në drejtim të detit të Kush. Zoti ju foli ende Mojsiut dhe Aronit duke thënë: deri kur do të duroj këtë asamble të keqe që murmurit kundër meje? Unë dëgjova murmuritja që bëjnë bijtë e Izraelit kundër meje. U thuaj atyre: ashtu siç është e vërtetë që unë jetoj, thot Zoti, unë do t'ju bëj atë që kam dëgjuar prej jush. Kufomat tuaja do të bien në këtë shkretetir. Ju të gjithë që jeni regjistruar nga mosha 20 vjeç e lartë dhe që keni murmuritur kundër meje, nuk do të hyni me siguri në vendin ku u betova se do të banoni, me përjashtim të Kalebit, birit të Jefunehut, dhe të Jozueut, birit të Nunit. Të vegjlit tuaj përkundrazi, që ju thatë se do të ishin viktima të armiqve, do t'i fus, dhe ata do të njohin vendin që ju keni përçmuar. Por sa për ju, kufomat tuaja do të bien në këtë shkretetir. Dhe bijtë tuaj do të kullosin kopet në shkretetir 40 vjet me radhë dhe do të mbajnë dëshkimin për pabesit tuaja derisa të treten kufomat tuaja në shkretetir. Në bazë të numrit të ditëve që keni përdorur për të vëzhguar vendin, do me thënë 40 ditë, për çdo ditë do të mbani fajin tuaj 1 vit, gjithsej pra 40 vjet. Dhe kështu do të kuptoni se çdo të thotë që unë jam tërhequr nga ju. Unë Zoti fola. Me siguri kështu do të veproj kundër gjithë kësaj asambleje të keqe që u mblodh kundër meje, në këtë shkretetir do të treten dhe këtu do të vdesin.
Njerëzit që Mojsiu kishte dërguar për të vëzhguar vendin, mbas kthimit të tyre e kishin shtyrë tërë asamblen të murmuriste kundër tij, duke paraqitur një raport të keq për vendin. Ata njerëz që kishin përpiluar raportin e keq për vendin, vdiqen nga një plag përpara Zotit. Por Jozueu, biri i Nunit, dhe Kalebi, biri i Jefunehut, mbetën të gjallë midis gjithë atyre që kishin shkuar të vëzhgonin vendin. Atëherë Mojsiu njoftoi këto fjalë tërë bijve të Izraelit dhe populli ndjeu një dhimbje të thellë. U ngritën herët në mëngjes dhe u ngjitën në maj të malit duke thënë: Ja ku jemi, ne do të ngjitemi në vendin për të cilin na foli Zoti, sepse kemi mëkatuar. Por Mojsiu tha: Pse shkelni urdhrin e Zotit? Nuk ka për t'ju dalë mbar. Mos u ngjitni sepse do t'ju mundin armiqtë tuaj. Zoti nuk është në mes jush. Para jush në fakt ndodhen Amalekitët dhe Kananejt, dhe ju do të rrëzoheni nga shpatat e tyre sepse jeni larguar nga rruga e Zotit. Zoti nuk do të jetë me ju. Megjithatë, ata patën guximin të ngjiten në maj të malit, por arka e beslidhjes së Zotit dhe Mojsiu nuk lëvizen nga mesi i kampit. Atëherë Amalekitët dhe Kananejt që banonin mbi këtë mal zbritën poshtë, i thyen dhe i vunë përpara deri në Hormah. Psalmi 50. Perëndia i plot fuqishëm. Zoti ka folur dhe ka thirrur në mbledhje gjithë dheun nga lindja në perëndim. Nga Sioni, për sosmëri e bukurisë, Perëndia shkëlqen. Perëndia ynë do të vijë dhe nuk do të rrinë në heshtje. Do të paraprihet nga një zjarr shkatërimtar dhe rreth tij do të ketë një furtunë të madhe. Ai do të tharras qiejt nga lart dhe tokën për të gjykuar popullin e tij dhe do të thotë: Mblidhni shenjtorët e mi që kanë lidhur një beslidhje me mua me anë të flijimit. Dhe qiejt do të shpallin drejtësinë e tij sepse vetë Perëndia është gjykatësi. Dëgjo populli im dhe unë do të flas. Dëgjo o Izrael dhe unë do të dëshmoj kundër teje. Unë jam Perëndia, Perëndia yt. Nuk do të të shortoj për flijimet e tua as për holokaustet e tua që më rrin gjithnjë përpara. Nuk do të marr asnjë dëm nga shtëpia jote dhe asnjë cjap nga vathet e tua. Të mia janë në fakt kafshët e pyllit, e imja është bagtia që ndodhet me mira ndër male. I njohim tërë zogjt e maleve dhe të gjitha ato që lëvizin në fushat janë të mijat. Po të kisha uri nuk do ta thoshja, sepse bota dhe sa ajo mban janë të mijat. A ha unë vallë mish demi ose a pi gjak cjapi? Dhuroj Perëndis flijime lëvdimi dhe plotëso zotimet e tua që i ke bërë shumë të lartit. Kërkom ditën e fatkeqësisë, unë do të çliroj dhe ti do të më përlëvdosh. Por të pabesit Perëndia i thot: Çfarë të drejtë ke ti të përmendesh statutet e mia dhe të kesh mbi buzët e tua beslidhjen time? Ti që e urren korrigjimin dhe i hedh pas kurrizit fjalët e mia? Në rast se sheh një vjedhës, bashkohesh me të me gjithë qejf dhe bëhesh shok i atyre që shkelin kurorën. Ti goje njalës së keqes dhe gjuha jote kur dis mashtrime. Ti ulesh flet kundër vllait tënd dhe shpif kundër birit e nënës sate. Ti i ke bërë këto gjëra dhe unë kam heshtur. Ti ke menduar që unë jam krejt i ngjashëm me ty, por unë do të përgjigjem dhe do të vë çdo gjë para syve të tu. Tani kuptoni këtë gjë, ju që harroni Perëndin, që unë të mos ju bëj cop dhe askush të mos ju çliroj dot. Ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon dhe atij që sillet drejt do t'i tregoj shpëtimin e Perëndis. Isaia, kapitulli 3. Ja Perëndia, Zoti i ushtrive, është duke i hequr Jeruzalemit dhe Judës çdo mbështetje dhe përkrahje, çdo mbështetje me bukë dhe çdo mbështetje me ujë. Trimin dhe luftëtarin, gjyqtarin dhe profetin, falltarin dhe plakun, komandantin e një 50-shije dhe parin, këshilltarin, ekspertin në artet magjike dhe yshtësin e shkathët. Do t'u jap atyre fëmijë si princa dhe foshnjët do t'i sundojnë. Populli do të jetë i shtypur njëri nga tjetri dhe secili nga i afërmi i tij. Fëmia do të jetë i pasjellshëm me plakun, njeriu i keq me njeriu e nderuar. Dikush do të kap vëllain e vet në shtëpinë e atit të tij dhe do t'i thotë: Ti ke një mantel, bëhu i pari ynë dhe kujdesur për këtë shkatërim. Por atë ditë ai do të deklarojë solemnisht duke thënë: Unë nuk do t'i lidh plagët tuaja sepse në shtëpinë time nuk ka as bukë, as mantel. Mos më vini të parë të popullit. Në fakt Jeruzalemi dridhet dhe Juda po bie, sepse gjuha e tyre dhe veprat e tyre janë kundër Zotit për të provokuar zemërimin e vështrimit të madhërisë së tij. Anësia e tyre me personat dëshmon kundër tyre. Ata vënë në dukje mëkatin e tyre si Sodoma dhe nuk e fshehin. Mirë ata
sepse i bëjnë keq vetes së tyre. I thoni të drejtit se do t'i dalë mirë, sepse do të hajë frytin e veprave të tij. Mirë i pabesi do t'i bjerë mbi kokë fatkeqësia, sepse do t'i jepet ajo që duart e tij kanë përgatitur. Shtypësit e popullit tim janë fëmijë dhe gratë sundojnë mbi të. O populli im, ata që do udhëheqin të çojnë jashtë rrugë dhe shkatërrojnë shtegun që ti përshkon. Zoti paraqitet për të paditur dhe zëvend për të gjykuar popujt. Zoti hyn në gjyq me pleqt e popullit të tij dhe me princat e tij. Jeni ju që e keni përpir vreshtin, trupat pa jetë të varfërve ndodhen në shtëpitë tuaja. Çfarë të drejtë keni të merrni nëpër këmbë popullin tim dhe të shtypni fytyrën e të varfërve, thot Perëndia, Zoti i ushtrive. Zoti thotë ende, meqense se vajzat e Sidonit janë fodulle dhe ecin qafë përpjet dhe me vështrime provokuese, duke ecur me hapat e vegjël dhe duke bërë të tringëllin unazat që mbajnë të këmbët e tyre, Zoti do të godas me zgjebe majën e kokës së vajzave të Sionit dhe Zoti do të nxjerrë në shesh turpet e tyre. Atë ditë Zoti do të heqë stolinë e unazave të kyçeve të këmbës, djejt e vegjël dhe hënzat, vathët, byzylyket dhe velot, çallmat, zinxhirët e vegjël të këmbët, rripat e brezit, enet e parfumeve dhe hajmalit, unazat, xhevahiret për hund, rrobat për fest, mantelet e vogla, shallet dhe çantat e vogla, pasqyrazat, këmishëzat, kapuçët dhe rrobat të shamprat. Dhe do të ndodhë që në vend të parfumit të keq kalpsira, në vend të brezit një litar, në vend të kaçorrelave shogsi, në vend të një veshjeje të kushtueshme, një thes të ngushtë, një dam zjarri në vend të bukurisë. Njerëzit e tu do të bien nga shpata dhe trimat e tu në betejë. Portat e saj do të vajtojnë dhe do të mbajnë zi, e dëshpëruar, ajo do të ulet për tokë. Isaia, kapitulli 4. Po atë ditë, 7 gra do të kapi një burr dhe do t'i thonë: ne do të ham bukën tonë dhe do të vishemi me rrobat tona, vetëm na lër të mbajmë emrin tënd për të hequr turpin tonë. Po atë ditë, filizi i Zotit do të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti i tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi të shpëtuarve të Izraelit. Dhe ka për të ndodhur që ata që do të kenë mbetur në Sion, dhe ai që do të mbjetojë në Jeruzalem, do të quhet i shenjtë. Do me thonë kushdo që në Jeruzalem figuron i shkruar ndër të gjallët. Kur Zoti të ketë larë shëmtirat e bijave të Sionit dhe të ketë zhdukur gjakun nga mesi i Jeruzalemit me frymën e drejtësisë dhe me frymën e shfarosjes, atëherë Zoti do të krijojë mbi çdo banesë të malit Sion dhe në kuvendet e tij një re tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri flakërues gjatë natës, sepse mbi tërë lavdin do të ketë një mbrojtje. Dhe do të ketë një çadër që do të shërbejë për të bërë hije kundër të nxehtit të ditës, si dhe për të shërbyer si stre dhe mbrojtje kundër furtunës dhe shiut. Hebrejve, kapitulli 11. Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, bindja e gjërave që nuk shihen, sepse me anë të tij të moçmit morën dëshmi të mirë. Me anë të besimit kuptojmë se bota është krijuar me fjalën e Perëndisë, kështu që ato që shihen nuk u bën prej gjërave që shihen. Me anë të besimit, Abeli i ofroi Perëndisë flim më të mirë se sa Kaini. Me anë të tij, ai mori dëshminë se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshmi se e pranoi dhuratën e tij. Dhe me anë të tij, ai po flet ende, ndonse vdiq. Me anë të besimit, Enoku u zhvendos që të mos shihte vdekje dhe nuk u gjet më, sepse Perëndia e kishte zhvendosur, sepse para zhvendosjes ai pati dëshminë se i kishte pëlqyer Perëndisë. Edhe pa besim, është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. Me anë të besimit, Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, druante Perëndin dhe ndërtoi arkën për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të cilit e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë sipas besimit. Me anë të besimit, Abrahami kur u thirr, u bind të shkojë në atë vend që do të merrte për trashëgim dhe u nis pa ditur se ku po shkonte. Me anë të besimit, Abrahami banoi në tokën e premtuar si në një dhe të huaj dhe ndenjë në çadra me Isakun dhe Jakobin bashk trashëgimtar të njëjtit premtim, sepse priste qytetin që ka themelet, mjeshtër dhe ndërtuesi të cilit është Perëndia.
Me anë të besimit edhe vetë Sara, ndonë se e kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barë dhe të lindë, sepse e konsideroi besnik atë që i kishte dhënë premtimin. Prandaj edhe prej një të vetmi, edhe ky gati për të vdekur, lindën pasardhës të shumë sa yjet e qiellit dhe si rëra gjatë bregut të detit që nuk numërohet dot. Të gjithë ata vdiqën në besim, pa marrë premtimet, por i pan ato përse largu duke u bindur dhe i përshëndeten ato duke rrëfyer se janë të huaj dhe shtektar mbi dhe, sepse ata që flasin të tilla tregojnë se kërkojnë atë dhe. Dhe po ta kishin pasur në mend atë nga e cila kishin dalë, do të kishin patur kohë të ktheheshin atje. Por tani dëshirojnë një më të mirë, domethënë qiellor, prandaj Perëndis nuk i vjen turp për ta të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. Me anë të besimit Abrahami, pasi u vu në provë, ofroi Isakun dhe ai që kishte marrë premtimet ofroi birin e tij të vetëm lindur, ndonse Perëndia i pati thënë, në Isakun do të quhet pasardhja jote, sepse Abrahami llogariti se Perëndia ishte i fuqishëm sa ta ringjallte edhe prej së vdekurish, prej të cilëve edhe e mori atë përsëri si një shëmbëltyr. Dhe me anë të besimit, Isaku bekoi Jakobin dhe Ezaun për gjërat që do të vinin. Me anë të besimit Jakobi duke vdekur bekoi secili nga bijtë e Jozefit dhe adhuroi duke u mbështetur mbi majën e shkopit të tij. Me anë të besimit Jozefi duke vdekur kujtoi eksodin e bijve të Izraelit dhe dha porosi lidhur me eshtrat e tij. Me anë të besimit Mojsiu, si lindi u fshe nga prindit e tij 3 muaj, sepse panë që fëmia ishte i bukur dhe nuk u friksuan nga urdhëresa e mbretit. Me anë të besimit Mojsiu, si u bë i madh, nuk pranoi të quhet i biri i së bijës së faraonit, duke zgjedhur më mirë të keq trajtohet bashkë me popullin e Perëndis se sa të gëzonte për një farë kohe dëfrimet e mëkatit, duke e çmuar fyrin e Krishtit si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit, sepse i drejtonte syt nga shpërblimi. Me anë të besimit e la Egjiptin pa pasur frikë inatin e mbretit, sepse mbahej fort tek i padukshmi sikur ta shihte. Me anë të besimit kremtoi pashkën dhe spërkatjen e gjakut, që ai i cili i vriste të parlindurit të mos i ngjiste ata. Me anë të besimit kaluan detin e kuq si tokë të thatë, ndërsa egjiptasit u mbytën kur përpoqen ta bëjnë. Me anë të besimit ranë muret e Jerikos, pasi u sollën rreth tyre 7 ditë. Me anë të besimit e Rahabi, prostituta, nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan, sepse kishte pritur paqësisht zbuluesit. Dhe ç'të them më, sepse nuk do të mjaftonte koha apo të doja të tregoja për Gideonin, Barakun, Samsonin, Jeftin, Davidin, Samuelin dhe për profetët, të cilët me anë të besimit gjunjëzuan mbretërira, vepruan drejtësi, arritën premtime, u azun gryken luanëve, fikën fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga teu i shpatës, u bën të fuqishëm prej dobësisë, u bën të fortë në betejë, thyen ushtritë e huaja. Gratë morën të vdekurit e tyre me anë të ringjalljes, e të tjerë u torturuan, sepse nuk pranuan shpengimin për të fituar një ringjallje më të mirë. Dhe të tjerë hoqën përqeshje dhe kamxhik, madje edhe pranga dhe burgime, u vran me gur, u sharruan, u tunduan, u vran nga shpata, u endën të mbuluar me lëkurë dhenç, me lëkurë dhish, nevojtar, të shtrënguar, të keq trajtuar. Bota nuk ishte e denjë për ta. Ende në për shkretë e tjera, në për male, në për shpella dhe në për guvat të dheut. E pra, të gjitha ta, ndonë se morën dëshmi të mirë me anë të besimit, nuk arritën premtimin, sepse Perëndia kishte parapar diçka më të mirë për ne, që ata të mos përsoseshin pa ne.